Po kërcënohemi gjithmonë më shumë, por po mendojmë shumë pak për të parandaluar pasojat e fatkeqësive natyrore mbi pronën. Shqipëria mbetet e rrezikuar nga tërmetet dhe zjarre, ndërsa sigurimi vullnetar i banesave vijon të jetë shumë i ulët. Shqipëria, sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, mbetet një ndër vendet me ekspozim më të lartë të fatkeqësive natyrore në Europë, rreth 86 deri në të territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të ekspozuara ndaj këtyre rrezikeve. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për gjatë vitit të kaluar, vetëm 5% e totalit të banesave në vend ishin të siguruara, duke qenë ndjeshëm nën mesatarin e vendeve të Bashkimit Evropian. Sot, zjarre, tërmetet dhe fatkeqësitë të tjera po kërcënojnë sigurinë ekonomike. Raporte ndërkombëtare tregojnë se zgjidhja vjen përmes bashkëpunimit institucional. Sigurimi i pronës duhet të rritet si pjesë e standardeve të Bashkimit Evropian, ku AMF udhëheq kapitullin numër 9. Për autoritetin, një treg i fortë sigurimesh tregon shumë për ekonominë dhe sigurinë financiare të vendit. Kur ka pasur fatkeqësi natyrore, dëmi është mbuluar kryesisht nga arka e shtetit, donatorët apo kredit nga jashtë, duke krijuar probleme për stabilitetin financiar të vendit. Përballë këtij realiteti është shumë e qartë se menaxhimi i fatkeqësive nuk mund të mbështetet vetëm tek reagimi emergjent pas ngjarjes. Sot sfida kryesore është ndërtimi i një sistemi të qëndrueshëm, parandalimi, përgatitja dhe financimi i rrezikut. Në këtë kuadër, unë besoj që roli i sigurimeve është thelbësor. Sigurimi i fatkeqësive natyrore nuk është vetëm një instrument financiar, ai është një instrument mbrojtës për bizneset, për familjet dhe për vetë shtetin. Një projekt ligji sapo hartuar parashikon që qytetarët të kenë të detyrueshëm sigurimin e pronës së tyre. Drafti aktualisht ndodhet në konsultim publik dhe po punohet me ekspertët e fushës për ta parafruar atë me standardet e Bashkimit Evropian.